Një sulm i mundshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kemi presidentin Trump, i cili ka deklaruar 2 ditë më parë që do të qëndrojë në pritje, sepse informacionet sipas tij nga Irani janë ato të një pushim, le të themi, nuk ka më viktima, nuk ka më sulme ndaj personave apo ndaj protestuesve. Nuk dihet se sa do të zgjas një moment i tillë, por gjithsesi si është përjetuar e gjithë kjo situatë në zonën e lindjes mesme edhe në Turqi, duke qenë se Turqia, sipas ministrit të jashtëm turk, është një vend që nuk është pro konfliktit me Iranin. Po Dori, në fakt Ankaraja, por edhe shumë parë edhe në dekada para presidentit Erdogan edhe të dekadave e gjysmë është presidenti Erdogan ku ishte kryeminist dhe tashmë president, kanë pas një qendrim stabilitet në rajon. Dhe në asnjë mënyrë gjatë gjithë historisë së tyre moderne që me Mustafa Kemal Atatürkun, pra pas shpalljes së Republikës nga Perandoria, to kanë ndjek një paqe, përveç një gjë që ka ndodhur në Kiprën veriore të ishullit të Kiprës, ku aty sipas Ankaras është bërë gjenocid kundër turqëve, vetë kanë shkuar me shpëtu atje, por edhe asaj dite dhe deri më sot së bashku me Anglinë janë garantorët e Kiprës, pra të paqes në Kipër, e gjithë Kiprës, edhe pjesës turke dhe pjesës greke. Kurse sa i përket kësaj të thatë jo, deri po të gjithë kolegët tanë, akademikët, mendimtarët, komentuesit, dhe sidomos kolegët tanë që janë në fushë atje qoftë në Iran apo në kufirin në pikat kufitare Iran-Turqi, kanë qenë duke raportuar çdo ditë, duke folur çdo ditë, po bombardohet tani Irani apo po ndosin Madure apo Ayatollah do grabitet nga arrestohet nga Amerika dhe Izraeli apo do eliminohet. Domethënë kanë qenë të gjitha ato gjëra ku ende nëse i referohemi vendit, pra rajonit atje, pjesës së Iranit nga kryeqyteti i Teheranit, kjo ende nuk është fikur zjarri ende, dori pra kemi një pauzë, por këtë pauzë në të vërtet është se ka mbledh veten Irani, jo sigurisht për natyrën dyjavore, por ka mbledh veten dhe në të vërtet i ka treguar Izraelit, Arabisë Saudite dhe Amerikës që unë jam në gjendje tashmë të bëj atë që ju nuk e mendonit, edhe për këtë negociatat kanë arritur që të ulen të dy anët pranë ashtu, sepse nëse e ka një të fortë, as Izraeli dhe as Amerika nuk e kanë luftuar kur të fortin, vetëm atë dobtin e kanë luftuar. Nëse shohim historinë 200 vjeçare amerikane apo 80 vjeçare, domethënë gati 80 vjeçare të Izraelit, është kjo që vetëm të dobtit i bjen ato. Tashmë thuhet domethënë edhe nëse referohemi kolegëve tanë që janë në fushë, domethënë që janë në Iran, ata thonë që ata 800 vetët që Ayatollah pra regjimi i shariatit islamik të Republikës së Iranit, thonë që të gjithë ata nuk janë iranian, por janë çifut, pra janë Izraelit, dhe ato janë të arrestuar tani dhe normalisht me ligjet ashtu që unë jam kundër atyre as tjetër gjë, por me ligjet e Ayatollahëve të Iranit, ato duhet të vartë, duhet të eliminuar, pra duhet të shkatuar ose vartë. Dhe duket sikur është bërë një marrëveshje me Trumpin, sepse nëse hikun të gjithë ato ku kanë edhe filmime në media sociale, por nga që nuk janë të si dhe të vërtet, domethënë nuk janë përrancime zyrtare qoftë të Iranit apo edhe të Izraelit, thuhet që të gjithë këto janë agjendë të rëndësishme të Izraelit, antarët e Mossadit dhe shumica e tyre nuk janë shtetas iranian, por kanë ardhur afat për të shtyr domethënë protestat dhe për të krijuar kaosin e tyre, ku inteligjenca e Iranit ka arritur të kapë ndoshta gjithë ose shumicën e tyre, dhe këto janë për të varur, pra për të kushtatuar, për të